Rritja e temperaturave ka sjellë shtim të rasteve pranë urgjencave mjekësore, veçanërisht në zonat rurale. Në njësinë administrative rrethina, bluzat e bardha bëjnë me dije se nga ky ndryshim i temperaturave, më shumti janë prekur të moshuarit dhe moshat pediatrike. Aktualisht situata është deri diku e qetë, pra kanë filluar ato raste që ne i presim tash me kalimin zyrtarisht në stinën e verës. Megjithatë, nuk mund të thonë që kena një fluks po thona të papërballueshëm, është një ritëm i pritshëm, pra pacientat përposa atyre pacientave që ne kena gjithmonë shumë kronik, grup moshat më të rrituna përgjithsisht paraqiten me luhatje të gjendjes tensionit arterial, pra ose në disa raste kena pas hipertensione, pak të pa menaxhume, por nga ana tjetër kena pas edhe raste të hipotensioneve. Te moshat pediatrike pastaj kanë filluar pak a shumë gjendjet virale, të cilat gjithashtu ne i presim. Megjithatë është përgjithsisht situatë e qetë edhe e menaxhueshme. Qendra shëndetësore në rrethina administron 10 ambulanca, në të cilat çdo ditë paraqiten 7, 8 apo 10 persona që kërkojnë ndihmë mjekësore. Ne kena 10 ambulanca në strukturën tonë, përveçërisht 7-8 pacienta janë gjithmonë deri diku atë që i quajmë ne në thojza vizita akute, pra jashtë atyre që ne kena të planifikuar, qoftë smur kronik, qoftë vizita rutinë të vaksinimeve, 7-8 janë pak a shumë që paraqiten për konsulta që në varësi të nevojave të ndryshme. Për të ardhur në ndihmë banorëve, stafi mjekësor prej disa javësh ka ndërmarrë një sër masash sensibilizuese, e ndër të tjera dhe zhvendosje të orareve si për kryerjen e check-upeve, ashtu edhe vaksinave, me qëllim evitimin e pikut të temperaturave.